Kryesi të nderuar të pranishëm, kumtesa ime ka të bëjë me aspektin historik dhe estetik të vakëfnëmës së xhamisë së Jashar Pashës. Fillimisht, me që është kumtesa e fundit për këtë seancë, do të mundohem të jem bukur më i shkurt, i kam anullu disa prej pjesëve që mendoj se edhe janë thonë në kumtesat e kaluara. Do të mundohem të lexoj atë pjesën më qendrore që i takon këtij punimi. Vakëfi si institucion bamirës fetar dhe juridik është një nga shtyllat e qytetërimit islam. Përmes aktit të vakfit, pasuria private del nga pronësia private dhe vihet në shërbim të popullit për hir të Zotit, për qëllime fetare, arsimore, sociale dhe kulturore. Vakëfnëmja, vakfije, është zemra e këtij procesi, dokument juridik ku përshkruhen pasuritë e vakëfuara, mënyrat e administrimit, organet drejtuese dhe shërbimet që financohen brez pas brezi. Njëkohësisht, vakëfnëmja është edhe objekt arti, sepse ndërthur kaligrafin, tezhibin, kompozimin grafik me gjuhën juridike. Ligji bëhet i dukshëm përmes teknikës e bru në ballin, titujve me stilin sulus dhe gjelli sulus dhe trupit të tekstit me neskh dhe nestalik. Kjo ndërthurje e ligjit, fesë, ekonomisë dhe artit është veçanërisht e dukshme në vakëfnamën e xhamisë së Jashar Pashë Gjinollit në Prishtinë, si rast studimi zgjedhur për këtë konferencë. Jashar Pasha, i lindur në vitin 1888 dhe vdes në vitin 1846, nga familja Gjinolli, është figurë e rëndësishme e shekullit të 19, rreth viteve 1834-35 ai rindërtoi xhamin në qendër të Prishtinës, që sot njihet si xhamia e Jashar Pashës, dhe për të bërë atë të qëndrueshme ekonomikisht, me këtë vepër e themeloi edhe një vakëf me bazë të gjerë të ardhurash. Dokumenti nis me formulën Bismillahirrahmanirrahim, lavdrimet dhe referencat për sadaka i xharje. Themeluesi deklaron se pasuria lihet vakëf deri në amshim, se kushdo që ndryshon kushtet e vakfit është në mallkimin juridik e fetar dhe se vakfi është regjistruar në sigjil dhe ka marrë tesgjil apo është regjistruar në regjistrat e kohës, çka i garanton vlefshmëri dhe mbrojtje ligjore. Pjesa qendrore inventarizon pasurinë e vakëfuar dhe të ardhurat e tyre, duke krijuar një hartë ekonomike të vakëfit. Dyqane dhe bezistane të qarqisë së Prishtinës, han për udhëtar dhe tregtar, mullin në përfshatrat përreth, toka bujqësore, ara, vreshta, kopshte, të ardhura nga zanatet dhe nga qiraja e dyqaneve. Secila njësi lidhet me destinacionin e shpenzimit, duke ngritur sistemin e detajuar të fluksit financiar. Vakëfnëmja po ashtu ka dimensionin arsimor, ritual dhe social. Vakëfnëmja shkon përtej garantimit të funksioneve bazë liturgjike, duke strukturuar një kalendar fetare arsimor. Financimi me tepit dhe medreses me paga dhe racion buke, pagesa për leximin e Kuranit dhe mukabeleve të Ramazanit, mjete për shadërvan qezme, pastrimin dhe ndriqimin e xhamisë, shpenzimi për të varfër, udhëtar dhe nxënës. Vakfi shfaqet si sistem i mirëqenies fetare, sociale dhe institucion i arsimit islam. Sa i përket anës estetike dhe vlerave të vakëfnamës në aspektin artistik, faqja e ballinës është realizuar mbi letër të mermerizuar apo ebru, në një palet të përmbajtur me ngjyrat gri, okër, kafe, ku lëvizjet valëzuese ndërthuren me një disiplinë të përbikt vizuale. Në qendër të kompozicionit qëndron kartushi me kontur të kuq dhe tekst në osmanisht, i cili shndrohet jo vetëm në pikë gravitacionit të syrit, por edhe në nyjen ku estetika takon funksionin administrativ dhe ligjor të dokumentit. Ebruja, si teknik e letërzbukurimit me bojra të lëshuara mbi ujë, shfaq një estetik të kontrolluar të rastësisë dhe valëzimet që krijojnë iluzionin e spontanitetit e rritin një proces jashtëzakonisht preciz mbi letër. Kjo zgjedhje teknike nuk është thjesht dekorative, ajo mbart në vete 3 funksione të ndërthura mes vete.
antifalsifikues, sepse çdo model është absolutisht unik dhe i pa reprodukueshëm. E dyta, legjitimues, duke i dhënë dokumentit peshë vizuale dhe autoritet ceremonial. Dhe treta, simbolik, duke përcjell idenë e vazhdimësisë, qëndrueshmërisë dhe rrënjosjes në traditën estetike të vakfeve dhe bibliotekave osmane. Ballina, me këtë përgatitje dhe kujdes të veçantë artistik, përkon me standardet e larta të libërlidhjes së kohës, duke vendosur dokumentin jo vetëm në regjistrat juridik, por edhe në atë të kulturës materiale dhe historisë së artit në hapësirat osmane. Kaligrafia dhe arkitektura grafike. Faqet e brendshme ndërthurën tituj me stilin e kaligrafisë sulës ose gjeli sulës, me trupin e tekstit me nestalik të rregullt, korniza të holla me bojë të kuqe që krijojnë dy kolona simetrike dhe tabela financiare, ku ngjyra e kuqe shërben për titujt dhe për miratimet. Ky kompozicion përkthen logjikën juridike dhe ekonomike të vakfit në hartë të dukshme të funksionit të tij dhe krijon një formular vizual të epokës osmane. Në skajt e disa faqeve shfaqen vula dhe shënime margjinale me shkrim të ndryshëm që flasin për qarkullimin dhe rishikimin e dokumentit kohë pas kohe. Një tipar i veçantë i estetikës së vakëfnëmes është përdorimi i bollshëm i hapësirave të lira. Hapësirat të lëna pa shkrim, në kolona ose në fund të faqeve, nuk janë mangësi, por pjesë e menduar e sistemit vizual. Ato presin në shkrime, shtesa dhe vendime të reja. Vakëfnëmja, si vetë vakëfi, e mendon kohën si vazhdimsi. Këto hapësira të zbrasta tregojnë se ligji nuk përfundon, apo nuk pretendon të jetë i plot, ai lë vend për zhvillim dhe shesh boshllëku si mundësi. Vlera bashkëkohore si burim historik dhe simbolik. Në një kohë kur shumë monumente fetare dhe objekte vendore në Kosovë janë dëmtuar, zhvendosur ose humbur, dokumentet shpesh janë më të gjata se vetë guri. Vakëfnëmet bëhen dëshmitar të heshtur të së kaluarës urbane dhe shpirtërore. Me to mund të rindërtojmë harta që nuk ekzistojnë më, të lexojmë institucione të zhdukura fizikisht dhe të kuptojmë ekonomitë që kanë ushqyer qytetet. Pesha e vakëfnëmes së xhamisë së Jashar Pash Xhenollit qëndron pikërisht këtu. Ajo tregon jo vetëm ku ngrihej një xhami, por si lidhej ajo me jetën e qytetit, të ardhurat e saj të cilat e mbanin, cilat paga e rituale financoheshin dhe si organizohej solidaritetin në atë kohë. Në një faqe takohet ligji dhe feja, në tjetrën arti i librit dhe ekonomia e tregut. Një dokument i vetëm bëhet pasqyrë e një koekzistence apo ekosistemi. Një dritar në histori nuk mund të ishte hapur pa kujdesin e arkiva osmane dhe punën e studiuesve që trajtojnë dokumentet si trashëgimi. Mes tyre dhe studiuesit ton Dr. Besir Neziri, i cili ka bërë një punim të veçantë në lidhje me këtë vakëfname. Fal tyre, vakëfnamja e Jashar Pashës nuk është më faqe e mbyllur, po tekst i lexueshëm dhe i rikthyeshëm në kujtesën institucionale. Ky dokument na kujton se elita shqiptare ishte edhe themeluese e institucioneve publike, se prona private e familjeve të mëdha shpesh shndrojnë në pasuri kolektive dhe se praktikat juridike, ritualet fetare, organizimi ekonomik dhe estetika e shkrimit janë pjesë e një tradite kulturore që ndërtonte për të jetës së individit. Në këtë mënyrë, vakufnomet apo vakufet nuk janë vetëm dokumente të së kaluarës, por plane qytetërie dhe manuale të rëndësishme kolektive. Pyetja që ato i drejtojnë brezit ton mbetet, çfarë do të lëmë ne që do të mund të lexohet edhe pas një shekulli. Ju falenderit.